Përderisa Prishtina e ka parkun e Gërmis, apo Peja i ka Alpet shqiptare. Në këtë aspekt nuk jetë keq as Gjilani, sepse Gjilani e ka parkun e oksigjenit. Në periferi të Gjilanit, te lagji Arbëria, është kjo bukuri natyrore. Pishat me lartësi diku deri 20 metra, që lirojnë ajër të pastër e jod. Njerëzit vinë për atraksion këtu, edhe në faktikisht në kësi parku rrallë mund me gjetë dikun, përveç në Alpeve në ashtat Zvicrës atje. Shife çfarë bukurie natyrore ka Gjilani. Një tregu drejt. Këtu njerëzit vinë me marë ajër të pastër, edhe gratis aty mundet me ju ardhë kanceri. Pse po e thëmë? Sepse kjo ma nuk është atraksion turistik. Ky vend ma nuk është në vend që vinë njerëzit për me vizitu. Po këtu njerëzit vinë ekskluzivisht për me gjujt bërlogun. Është deponi e mbeturinave. Imagjinoni, parku i pishav e kanë këthyn në deponit mbeturinave. Kush i ka fajt? Ata që po gjujnë bërlog, apo shteti që nuk i angazhon inspektorat e vetë me qitë në teren e me gjubit ata që gjujnë bërlog. Çka thunë ju? Unë menoj që spari ka fajt shteti, e mas ne edhe ata qytetarët e pandërgjeshëm. Hajde që të regoj disa pamje që janë mbreslënëse, çka kum po këtu e është gjyna prej Zotit me ndot këtë ambient, me bastardu këtë vend në këtë mënyrë. Ka ki erë këtë të bërlogit, atë në beturinave të mbetjeve shtazore, e të kallçukut, e të djegunet, çka s'kesh o vlla këtu. Për në me ish një mix i mbeturinave, po tash kështu jemi na. E mas ne na llogarete që jemi me fajsu dikon. Sa prej qytetarëve tonë thojnë për shtetin e Shqipërisë, sikur t'ishte deti në Kosovë, na kishmi me bo një investim të hatashëm që me ardhë prej shumë vendeve me vizitu shtetin tonë, bregdetin tonë, se atje nuk po ka investime, s'pja din renin. Po qebe Zoti ta ka dhanë ty malin, ta ka dhanë bjeshkën. Qka ke bati si shtet, si komunitet, me ruj që të pasunisht ta ka dhanë Zoti? S'ta ka dhanë detin, ta ka dhanë malin, edhe ku është atraksioni, ku është investimi i shtetit tonë, apo edhe i komunës, vend që këtë vend me këthyne një atraksion turistik, për që jashojnë hajnë në qytetarët për të mirë, edhe komplet komuniteti, këto e kanë leju, shteti e lejon me ndodh kja katrahur. Pra e lejon që qytetarët pandërgjeshëm me ardhë me bot dëm edhe me shkatru natyrën. Për këtë bukuri që rrallë mund është me gjithë dikon. Hajde, shka s'mujna me gjithë, apo dënë pampirsa, që? Qëri pampirsa, tu? Se aj nuk e pagun bërlogun është, edhe vjen këtu, e gjumë pampirsin, tani mo këto varmbetje tjera, që patlegjanat i ka hek për shpijës atje, i ka gjujtë të pishat. Qështu jemi vlona. Qka po do tjetër, apo do në pjesë të kjerët. Shqiptari bën merimetime në shpe aty, e thënë banjën, apo kuzhinën dhe vjen t'i gjumë plakat këto të pishat, t'i gjumë pampersa, t'i gjumë dyshekt. Këtu veç një e mire që veç hekra s'kish. Këtu do me thonë është një katrahur që për Zotin nuk e di që shmujnë. Edhe ata që hedhen, po edhe ata që janë përgjels me leju, me ndodhë një gjajtë ti. Që patika ti. Po kjo bile ku ka një meq që mi pas kalon patikat. Nuk o kanë shkyne, po më ishe mi marë, me lisë futbol qëto. Gilan, s'kam shka të bëj. Nashta ki shumë të mira, po të këqijat vetë kanë milu, pasha Zotë.